Kosova në Amerikë. Alush! Alush! Mirëmëngjes. Po e di, po kjo është çështje pak ma madhore se sa a kemi takima jo, se s'po di, a je informum që ata nuk flasin mes njëri tjetrin? Jo, përveç. Nuk e ki vret, ha? Jo, nuk e di. Mirëmëngjes. Qeshim, Si, mirë se keni ardhur. faleminderit. Unë jam ardhur sot me një mision prej vjerit tim. Për me bo pajtimin mes ministrit dhe sekretar permanent. E di që nuk jam lajmëru, e di që kjo është pak jashtëzakonshme, po besoj që me 3 minutë me ministrin muj me bind me shtrit dorën. Po ju po lexoni si shihet shumë gazeta. Po lexoj kasetat. Gazeta shumë po lexoni. Jo, ne kemi pas të zotri Tollaj në mision të jetë, e kam pa kur e kanë inqizu debat, që ata nuk flasin, kanë pas 2 koktejl në damës, që kanë një mosmarrveshje edhe na krejt jemi smut. Unë mendova që është prej festimin e pavarësisë, po më doket ndoshta nëse ka smundje mbrëmshme, nuk mundeni me shiru popullin. Spari nuk e kam parë emisionin. Se as unë nuk jam mjek. Unë nuk e kam parë emisionin, e para, e dyta pavarësia është festë unike e gjithë kosovarëve. Mos t'i përjashtoj mas pakicat. Po. Sepse sigurisht me ne shqiptarët kanë festu edhe të tjerët. Kështu që Zoti Tollaj nuk është shqiptar? Alush Gashi nuk është shqiptar? Jo, ajo është festë e përbashkët e gjithë. Aha. Ishte jo vetëm e shqiptarëve, po e gjithë Kosovës. Po, unë pajtohem. Edhe e miqve tonë në gjithë botën. Pajtohem. Edhe juve si dhënër që ju kemi edhe besojmë që edhe ju e një kësu shumë. Unë e kam paragjykimet nga mediat. Unë e kam su prej Anton Qeta, që mas pari na duhet me pajtu në mbrëmshme, e mas ndaj mundemi me bo pajtimit ma gjanë për shëndetësinë e shtetit. Një lajmë shumë i mirë kishë qenë na me kallëzu krejt Kosovën që Ministri i Shëndetësisë me sekretar permanent e kanë pajtu edhe problemet personal të tëne nuk tash ka më me ndiku në zbatimin e rregullimin e shëndetësisë së Kosovës. Unë ju falenderoj shumë për përkushtimin që e keni. Sigurisht edhe ju takon që të keni përkushtim për të mirën e gjithë qytetarëve të Kosovës në çanti të shëndetësisë. Faleminderit. Kjo është ajo më e rëndësishmja. Edhe besoj që Edhe unë jam smut. Besoj që po pikërisht besoj që do të gjeni mjek. Jo, jam do të thotë kam imunitet të fortë. Shumë e kam imunitetin e fuqishëm. Do të thotë nuk muj me shku me fol me zotin ministrin sot. Alush! A muj me fol me Ilirin, me zotin Tollajn? Nuk e di. Aha. Ndoshta muj me bind zotin Tollajn me shku vet për me shtrit dorën, se tha që është gatshëm, po nuk e dia ka shku me thonë kemi pas ato problemat, ndoshta në fillim ka qenë pak zor, po tash... Unë nuk mund t'i paragjykoj. Aha. Edhe nuk mund të... A muj me kërku një takim me sekretar permanent? Ndoshta veç një hap vogël me mëri është hapi i mirë, një hap i parë. Dhëndri Kosovës. Ndoshta nuk ka gjas që zotri ministër ka me kalu këtu nëse pres. Veç për me pas një moment
të shenjtë me inspiru. Vjeri më ka punu bashkë me Anton qëtër. A ka mundësi pak me prit, se qenë ka një farë takimi. Okej. Okej. Alush! Okej. Për pajtim, erdhe në mision për pajtim. I luaj tash të rrën pajtimin e gjallë që e si thonë. Aha. Zë titullaj. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë. Erdha, unë e kam marrë mision mas që kam pa debatin. Po. Për me pëlqu dëshirët e Vjerit edhe me bo një pajtim Mirë. mes te edhe zotin ministrin. Mirë. Unë jam I gatshëm. Çfarëdo iniciative, çfarëdo veprimi që ju e shihni edhe kushdo që është dashamirës I shëndetësisë, ne jemi të gatshëm që të jemi pjesë e asaj iniciative dashamirëse për me I lëviz gjana përpara. A po shkojmë bashkë? Të kush? Të Alushi, ndoshta unë me ty shkojmë bashkë, Jo, edhe ne- po bojmë aden veç një pështrim dorë, po bojmë diçka para krejt. Ai nuk më pranon mu, po nëse vi me ty, aden ndoshta nuk është qaq. Jo, unë nuk e kam vështirë asje, por të ajeta, mundesh me shiku, është ministri aty dhe me I thonë që po e dojmë një takim, I lutem. Seriozisht, ha? Pse jo? Nuk ka me bo këtë takim. Okej. Ju përshëndes. S'ken, ti e merr. Okej. Isha shumë afër. Punojmë sinqerisht, punojmë. Sa ja dalim është tjetër diçka. Kesin faleminderit, vjen mirë. Gjithë mira, kisha kënaqësi që njohta fizikisht sa dhe se e vjet jo njohëm të ditës parë që je në medium tona. Faleminderit. Lutëm, thuj Alushit edhe për takim që nëse Gjithsesi. Mirë. kish dalë mirë. Gjithsesi. Okej. Gjithsesi, mirë pafshim. Mirë pashëm. Alush!